Një grindje e nisur gjatë një darke mesmish ka degeneruar në dhun duke përfunduar me 3 personat plagosur me thik në fshatin Golem të Lushnjës. Sipas burimeve policore, të përfshirë në ngjarje janë babe Bir Bardhyl dhe Klajdi Tafa, si dhe shtetasi Donald Marku, të cilët po pinin në të njëjtën tavolinë në ambientet e një lokali në zonë. Hetimet paraprake tregojnë se pas disa orësh konsumi alkooli mes dy të rive nisi një debat me tone të larta dhe më pas u kthye në përleshje fizike. Dëshmitarët kanë treguar se plasja mes tyre u përshkallëzua me përdorimin e thikave, ndërsa në përpjekje për ndërhyrje është përfshirë dhe jati i njërit prej tyre. Sipas mjekëve, në spitalin e Lushjes ku dohen plagosurit, njëri prej tyre ka marrë goditje në qafë, ndërsa dy të tjerët kanë plagë të lehta në trup dhe ndodhen në jashtë rrezikut për jetën. Në vendngjarje kanë ndërhyrë edhe persona të tjerë ndodheshin në lokal, të cilët njoftuan policin për incidentin. Efektivët kanë sekuestruar mjetet e përdorur në sherr dhe po marrin dëshmi për të sqaruar rolin e secilit në ngjarje. Ndërkohë, 3 plagosurit pritet të merren në pyetje sapo gjendja e tyre shëndetësore ta lejojë.